Çdo mëngjes, një kuzinire e thjeshtë I shërbente të ngjajtën pjatë një klienti misterioz, I cili gjithmonë linte saktesisht $5 bakshish. Por kurioziteti I saj u shtua kur e pa atë të rrethuar nga këshilltari, duke hyrë në një makinë luksoze, dhe zbuloi se ai ishte një miliarder I fuqishëm. Kur e pjeti për arshen e asaj vlere, ajo dëgjoi një histori prekese për varfërinë. Hamjen të një geste vogël mirësi që kishte shpëtuar familjen e tij në të kaluarën. Ajo kur nuk do ta imagjinonte se ata $5 gjo vetëm që më banin një primtim të beri në një së tij. Por gjithashtu do të nisnin një histori dashurie të afteper të ndryshuar fatin e të dive. Ora shënonte ende gjashte, të mëngjesit kur Larisa Tavares hapi derën e pasmete. Shisha e shtepise, restoranti I vogël I vendosur në një koshe të ketet e lagjes bloku në Tirane. Era e kafese se sapo përgatitur, ende nuk e kishte pushtuar ambientin, por ajo e dinte. Vetëm duke pare soben e fikur dhe të ngjashmet e rreshtuara në raft, se ajo ditë do të ishte e ngjashme me tek gjithat e gjerat. Gjengësitimi heshtur, zhurma e plakes ke nksehej, tingulli I filksaneve të pare ke vendoseshin mbi gjata. Hajoli di per paresen e bardhen e bel. Kapi floketi saq geshten në një të puste shtrenguar të fillojta, organizonte e rezat që edu të perdorte per përgatitjet e dites. Gatimi ishte, per Larisen, me shume se një profesion. Ishte një mënyre per të vazhduar diçka që kishte filluar shume kohe para se ajo të linte, diçka që gjishja e saj, zonja Regina, e kishte mgjelle që në fshatrat e Korses, në një kuzine modeste ku e reza me e rendesishme, si pas asaj që thoshte gjithmone ishte dashuria. Zoti Oswald, pronari I restorantit prej me shume se 20 vitesh, mberiti fil pas saj, duke mbajtur një kese me buke ende të ngrohte. Ishte një bure me fjale të embla, si të lodhur dhe një mënyre prindjerore per të trajtuar ata ke punonin me te. Ishte ai që I kishte dhënë Larises shansin e saq të pare në kuzine, kur ajo ende nuk din të mire as si të mbante thike me siguri. Sot lëvizja do të jete e mire, dhe ai duke lënë kesen mbi banak. E prem që shel gjithmonë njerëz që duan ta nisin mire fungjavën. Larisa buzekeshi, por mendimi I saj ishte diku që tjerë. Kishte muaj që ajo mbante një enderën e gjoks, po tuajse si një sekret. Të hapte restorantin e saj, të vogël, të thjeshtë, ku mund të gatonte recetat që kishte mesuar nga gishja. E në nuk kishte mjaftueshëm para, as guksim per të bere hapin e pare, por e ushkante idene sto mëngjes, ndërsa mas teorizin të grin të kepen. Në 7 e Desember gjete fix, si që ndod të prej muajsh, dera I shamit e shigja I shtepise, u hap të zilja, I varur si per saj tingelloj. Larises nuk I duhej as të shikonte per të editur se kush ishte. I ngjiti tingullin e hapave, mënyrën I këtë të tërheqjes se karrigës se triezes prane e dritares, gjithmone e ngjajsh të trieze, gjithmone I ngjajti vend. Klienti ishte një bure I moshe se mesme. Me floke të përhiturit e prere mire, veshje të thjeshta por të patemeta, një kemishe zyrtare pakolare, një ore diskrete në kyç, kurre nuk fliste shume, përshëndeste me një lëvizje të kukes, kërkonte të zakonshmën. Buke të teku me gjalpe dhe një kafe ekspres të priste në heshtje, duke pare nga dritarja sikur ta ishte në një kohe tjetër, në një vend tjetër. Patricia Kamarierja që punonte prej 3 vitesh krah Larises, ishte e para ke vurire modelin kë perseritej që do mëngjes. A e rekete, kë ai kurre nuk le as me shume e as me pak, pjeti ajo një dite, duke numeruar monedat dhe karte monedat, e lena mbi trieze pasi bëri ishte larguar. Gjithmone $5, kurre 4, kurre 6. Gjithmone pese te palosura ne të ngjajten mënyre, nën pjatën e vogël. Larisa ndaloi atë ke po bente dhe shikoj karte monedhen ke mbante Patricia. No fakt, ishte gjithmone I ngjajta sasi e dorezuar me nje saktesi po tuajse rituale. Nje klient I zakonshëm du të elinte kusurin kwete pronte, ose du të rumbulla koste shifren kur ishte I kenakur. Por ai burre duke I se ndikte një regull kje vetëm ai e ngjihte, nje premtim të heshtur kje perseritej çdo mëngjes, binte shi apo shkelken të djeli. Nështë eshte thjesht një zakon I ti, u përgjigj Larisa,
duke u përbjekur të duke indiferente, ndone se kurioziteti ishte instaluar brenda saj prej javesh. Por nuk ishte thjesht një zakonçfaredo. Kishte diçka në mënyrën se si ai e paloste karte monedhen, në mënyrën e kujdesshme të pozicionimit të saj saktësisht në të njëjtin vend, që sugjeronte një kuptim më të madh, diçka që ai e mbante vetëm për vete. Larisa kishte venere padashje, se sita e tij ndryshonin shprehje pikërisht në çastin kur linte para të mbi trajze. Sikur, për një sekonde, ajta ishte në një vend tjetër, larg nga ai mengjes i këte në Tiranë. Ajo kur nuk kishte guksuar të pyeste për emrin e taj. Klientet besnike të shigja e shtëpise, zakonisht prezantoheshin me kalimin e kohes, shkembenin disa fjale për motin ose trafikun, krijonin një familiaritet të këte kë ishte pjese e punes. Por ai burre mbante distanse, një edukate kordiale kë nuk linte hapësira për intimitet. Hante, falenderonte me një lëvizje të shkurtër, paguante të ikte, gjithmonë në të ngjajtenore, sikur e gjithëgjeta e tij të rregullohej nga ngjore e brendshme e pamëshirshme. Atë mengjes të premtegje, megjithatë, ndodhi diçka ndryshe. Celulari i tij, që rrallë binte gjatë kafesi, vibroi mbaj treze. Ai hezitua për një sast para se të përgjigjej, te Larisa, që kalonte pranë duke mbajtur një tabaka, dëgjoi një fragment të bisedjes. Kjo anullogje mbledhjen e orës 10. Do të telefonojsh una me vone, dhe ai me një autoritet të këtake nuk përshtatej me thjeshtesine, e veshjes e as me kërkesen modeste për buketet e kur. Fjalja mbeti duke beregje hone në kokën, e Larises për pjesën që tërë të turnit. Çfarë loj njeriu anulonte mbledhje me atë e ton komandues, por kemben gulte të pinte kafe në një restorant të vogël lagjeje, gjithmonë i përpikte, gjithmonë diskret, gjithmonë duke lënë saktësisht $5. Ai gjotundi kokën, duke u përpjekur të largonte kuriozitetin, të u kthye në kuzhine, ku të nxerret tashmen ksirni në vull, të lëvizja e se premtes filonte të merrte forme. Nuk I dinte ende në atë mengjes të zakonshëm, se ai detazh I vogël. Një karte monedhe $5 I palosur me kujdes në një pjate. Mbante brenda vetes një histori të afte për të ndryshuar rrjedhën e gjetjes së saj, të për të rishkruar, pa e imagjinuar ajo. Një kapitull ki kishte filluar dekada me pare. Në një kuzhinë modeste në zhug të Shqiperisë, të cilën ajo I ngjite vetëm nga kushtimet e gjishes. Fund gjava kaloi shumë e shpejt, siç ndodhte gjithmonë kur lëvizja të shigja e shtëpisë. Ishteo e madhe. Larisa mezi pati kohë të çlot të kembet, e vrare nga kendrimi ak gjatë parasobes, dhe të henen pasardhese ishte serish ati në të ngjeshten ore, duke përsëritur të ngjajtin ritual të përhershëm. Ndezja e sobes, organizimi I erezave, pritja e Zotit Oswald këtë vinte me buket e ngrohta. Ishte Patricia ajo që e riktheute men, ndërsa rregulonte trijezat para hapjes. Hadin se çfarë me treguan gjemte. E barit atine koshe per klientin tone misterios, da ajo, me site që I shkelkenin nga kurioziteti. Tani se ai shfaket edhe agjendon gjëhere, por kurre nuk ri shume. Vetëm pi një kafe shpejt e shpejt dhe zhduket. Askush nuk I adi emrin mire. Shajas nuk duket ak misterios. U përgjigj Larisa, duke u përpjekur ta fshihte interesin ku nuk mund ta mbante me ta fshehte as nga vetja. Thjesht eshte një burre diskret. Ka njerëz që pelkene ti mbajne gjërat ta thjeshta. I thjeshta eshte kur behet fjale per porosine, Patricia Keshi. Por $5, si dodite te per endise, pandrishuar asnjë kindarke. Kjo nuk eshte thjeshtesi, Larisa. Ki eshte regull, dhe regulli ka një histori pas. Larisa nuk u përgjigj, por I ruajti ato fjale. Regulli ka një histori pas. Ishte saktësisht ajo që mendonte edhe ajo, ndonese nuk kishte guksim ta pranonte me zete larte. Që kur kishte venere saktësine e ati bakshishi, muaj me pare, një pjeqe që mbengulte tek të haj në mendjen I saj sa here që shihte burin të hinte nga dira eksamit. Pse $5, depse gjithmonë e ngjajta sasi, dite pas dite pa per jashtim. Ajo e ngjihte mire peshe në gjesteve të vogla të përsëritura. E kishte mesuar këtë nga gjishja, zonja Regina,
e cila kishte vdekur kur Larisa ishte ende adoleshente, por prania e Ceciles vazhdonte të ishte e gjalle në çdo se te ky agjo pergatiste. Zonja Regina kishte pasur, dekada me pare, një restorant të vogël në një qytet në gjug të vendit, një venti tjeshte, me trieza drurit e mbulesa me kuadrate, ku agjo gatonte per familje që shpesh nuk kishin si ta paguanin të gjithë fature. Ushqimi nuk i mohohet askujt kë ka uri, bijajme. Thoshte gjithja, sa herë që Larisa e pjeste pse i gjepte falas njep gjate ndonjë klienti pa para. Një dite du të kuptosh se agjuke gjapim pa pritur asgje, mbrapsht eshte agjuke mbetet vertet. Larisa u rrit duk dagjuar keto histori, por nena e saj, zonja Cilia ralehere fliste per vitete veshtira ke familja kishte kaluar kur Regina ende kujdesaj e vetme per biznesin e vogel. Ishin kushtimet e ruajtura me kujdes, sikur hapja e tyre serishta e dhemte në një fare mënyre. Larisa dinte vetem fragmente, që kishte pasur një kohe me shume veshtiresi, që gjishja i kishte rritur femijet, e vetme pasi burri i kishte i kur shume heret, te ke restoranti, pavaresisht se i vogel, kishte kene mbi jetesa, i tek gjithë familjes per vite me radhe. Ishte pikërisht kjo ender. Te hapte një vendësia i gjyshës, por me identitetin e vete Larises, kë imbante zgjuar naten, duke bere logari ke kurre nuk dilnin, i duhej një pike trektare, pagjishje, një kapital filistar ke duke i gjithmone, paksa shume larg nga gjuke a gjoarintete kursente me rogente, shigja i shtapise. Zoti Osvald, bugjar si që ishte, paguante mire per standardet i lagjes, por kurre nuk të te ishte mijaftueshem per te realizuar një ender te asaj madhesje e vetme. Ate mengjes taj hene, klienti i përpikte mberitin e orarin e zakonshem, per shendeti me levizjen e kokes se zakonshme dhe ullne triezen prane dritaris. Larisa, e cila ishte me e vemenshme se zakonisht, vuri redetaje ke me pare i kishin shpetuar. Duarte tij, per shembul, ishin takuruara, por mbanin dja shenjete hole në bazene gishtit të madhe të gjatte, po thuajse të padukshme. Ka e fuqit, andonezet e tjeshtane pamgjet e pare, ishin prejgjën gjele kure kë agjo e njihtisit e shtrengshte, të logjit kë shihej betem në vitrinat ku agjo kurre nuk hinte. Kura imbaroj kafene dhe ungrit per ta i kur, si që bente gjithmone, ndalui per një sast para traezes para se te paloste karte monedjen $5 dhe ta vendoste nën pjate. Ishte një sast i shkurter, po thuaj se i padukshem, por Larisa ke mbante një tabaka me pjata ati prane. Pa shikimin e tishte hëmbiste në një pike të larget, si kur trajeza e drurit të e vjetruar dhe peseta, e letre se palosur ta transportonin ate në një kohe gjeter, një event gjeter, gjeter. Pere mengjes dhe aj mezit e ulet, duke kaluar prane saj rruges per të dera. Mire mengjes u pergjigj Larisa e befasuar. Ishte hera e pare në muaj të tere, kë aj i drejton të fjalen drejt per drejt asaj, dhe gjo vetem kur bente porosine e mengjesit. Zelja e deres tingeloj kura i doli, dhe Larisa mbeti e palevizur per një sekonde, duke e vec guaratete e këte në trotuar derisa u zhduk në koshe. Kishte diçka te aj burre ke nuk pershtatej mire në kornizen e tjeshte kë aj perpikejt e mbante. Tesa me shumë këja gjovezgonte, ak me shumë pjetja rritej brenda sajj koke forte, duke refuzuar ta ingjorohej. Kush ishte? Vertet, aj klient ak i perpikte, ak diskret, tepse mbante me vete ate ritual të hishturke dukej se do të thoshte shumë me të per se një bakshish, i thjeshte fundi kafeje. Ajo tundi kokende ju këthi punes, por pjetja du ta shoh kjeronte, pa e ditura jo per shumë me gjate se sa e imaginonte. Te dielen pasardheze, Larisa shfritezoi pushimin per të vizituar nenen e saj, zonjen Celia, e cila jetonte në një apartament e thjeshte në kombinat në anen qeter të qytetit. Ishte një vizite rutine, po tuajse e shenjte, kë Larisa e bente sa here ke mundej, duke s'gjelen gjë kek ose një ushkim, mendon gjerese te rejke potestonte per restorantin kë ende existonte vetem në planit i saj. Shtepja e zonje Celia ruante, nëse do koshe. Gjurme te gjetes ke familja kishte bere para se te shpengulej në Tirane. Fotografit e vjetra në kornizate zbehura, nje ore muri kë nuk punon të me, dhe në domen e magazines në fund të koridorit,
kuti të grumbulluara që askush nuk kishte pasur guksim ti hapte prejgjbitesh. Mami njedite duhet ti shikoj ato kutite e gishes. Ta Larisa, dersa ndihmonte në regullimin I eneve pas drekes. Ka gjera ati ke mund të me ndihmojnë të kushtoj recetati sajtë sakta e rezat ke perdorte ajo. Zonja cili apshiretju, shikimi I humbur per një sekonde para se të përgjigjej. Gjyshja jo të ruan të gjithë qka bijajme. Fatura, foto, letra, magje edhe peqeta. Ajo thoshte se shto letër nga ato tregon të një historike nuk mund të humbej. Por unë kurre nuk kam pasur guksim të trazoj mire ato kuti. Shellin kushti me të veshtira. Të veshtira sipsh, pjeti Larisa kurioze por e kushdeshme per të mos e detiruar nenen të fliste per diçka ke endedemte. Ishin kohet e renda Larisa. Pasi I kukgjishjet, gjishja gjot në beti vetem me këter femigje të vek gjeld hengje restorant të vogel ke mezi në kësir të shpenzimet. Pati kohe kur ne hanim ate kete pronte nga soba, e me gjitate a gjo kure nuk late mungon të bgjata në trajzen e kushtu ke hinte me uri. Ishte nje kohe me shume e besim dhe pak para. Larisa mbetine heshqe duke perpire ato fjale. E dinte në menyre të pakarte, se femigjeria e nenes kishte kene I shenuar nga veshtire si te, por kurre nuk I kishte degjuar detajet me akkartesi. Kishte diçka nea te histori, nena e vetmej, femigjet e veggjel. Restoranti kë mbigjetonte nga koke fortesja e paster de bugjaria, kë bente gjehone nenje menyre te cudiqme, po tuaj se si nje e ko e larget, e diçka gje kë agjo nuk arrinte ta identifikonte. Gjyshja nuk foli kure per dike kë e ndihmoj familjen nea te kohe. Pjeti Larisa, pa e ditur mire pse I lindi pjeqa. Ndonjë fkinjë, ndonjë klient, kë ka bere ndonjë ndryshim. Zonja cilja u mendua per një moment, syte e pikeruar si dikush kë per piket të një këgjerën kushtim nga fundi I memories. A gjo të regonte, here pas here per një familje ke kaloj një faze shume të keke ati afer restorantit, a që në zhug. Një babaj ke vdik heret, besoj, dhe veç ambeti me gjemte per ti rritur e vetme. Gjishja asho të kishte një menyre per ti ndihmuar një rizit pa bere shurme. Nuk I pelkente ti tregonte keto gjera, toshte se ndihma kem burret hambet vlere. Por kjo ka ndodhur kak kohe me pare. Larisa, as nuk di nese, I kushtoj sakte detajet. Biseda vazdoj per tema të gjera. Puneni Larisis planet per restorantin I saj, tashe themet I lagje. Por ai permengje e shkurter I familjes ke gjishja mund të kishte ndihmuar mbeti duke u rahur në koken I Larises per pjesen qeter të dites. Ishte nje histori e pakarte. Po tuaj se një fragment I humbur mes shume kushtimeve të qerate, një jetë ke nuk eksiston të me, por kishte diçka nete ke zgjonte një kuriositet të I cudit shem, po tuaj se një parangjengje. Te henen pasardhese, per serite shigja e shtapise, Larisa e vezgoj klientin e përpikte me si te qere. Vuri rese, përveç bakshishit te sakte, a I kishte zakonin të bisedon të shkurtimisht me nje, zoteri kueshiste karamelen e koshe, duke I dorezuar gjithmone disa monedha para se te vazhdon të rrugin e tij. Gjithashtu vuri rese, ne njedit e me shi të forte. A kishte ndaluar per të ndihmuar nje grua ke luftonte per të mbashtur një qader tek tjer nga era. Duke I mbashtur keset e saj deri në stacionin me të afert të autobusit, pa gjurme, pa nëksitim, si kur të ishte gjegja me I natyrshme një bote. Hajbure, pas veshgjes se tjeshte të heshgjes kordiale, dukaj se mbante një bugjari diskrete ko shkonte shume per taj bak shishit të e mengjesit. Tesa me shume kë, Larisa vezgonte, ak me shume pegja ke nena e saj padashgje, kishte rizgjuar merte forse brenda sejgj. A mund të kishte ndonjë lidhje, sado e pa mundur ke te dukej. Mes miresi se heshtur te atij burri te histori se ke gjishja, kishte ruaj turme ak kujdis gjate gjithegjetis. Ishte një ide absurde a gjo I dinte. Rastesi te atij logjin doni vetemne per filma, gjonegje ten reale ten gje kuziniere gje ke mezikishte kohete enderonte me si hapur. Por pjeqa kembengulte tek tehej koke forte. Sa here ke agjo shihte burrinte paloste karte moned hen $5, ti të vendostin empëgjate me ate kujdis ritual. Ke duket simbante, brenda vetis, nje histori shume me të madhi si sa kushdo ati e imaginonte.
Larisa tundi kokën duke u përpjekur ta largonte atejde si dikush që largon një mize, kem bengulese, dhe ju kthie punes. Por parangjenja, pasi umbol, nuk do te harrohej aklete. Këndshtja asajgjave përfundoi me vone se zakonisht. Një furnizues kishte vonuar dërgimin e perimeve, dhe Larisesi duhej të riorganizonte menune e dites men ksitim, gjeke e mbajtin e kuzhine shume pas orarit kur zakonisht ikte. Kur me në fund hoki për paresen të u përshëndet me zotin Osvald, dili tashme kishte filluar të, fshihej pas nderte save të Tiranes, duke lier kjelin me një portokallite, buteke agjo mezi pati kohe të admironte. E lodhur, e qiderit e stationi i autobusit në koshe, duke reguluar çanten në supet e duke menduar për listen e blergjeve ke i duhej të bente para se të mberinte në shtepi. Ishte atëhere kur një levizje në rrugë i tërhokive me në gjen, një makine i zeze, i madhe dhe shkelkjese, ndaluar para një nderte se zirash jo shume larg restorantit. Nuk ishte logji i makines këshi hejgj shpesh në atë lagje, plot me baret e thjeshta dedikane rubash alternativ. Dera e pasme e mjetit u hap, dhe Larisa, me shume nga kurioziteti automatik se sa nga interesi real, shikoj per te pare se kush do te zbriste prej andej. Ajo kepa e beri te ndalonte ne me ste trotuarit, me kembe te ngjitura, ne toke sikur te kishin rengje. Ishte ai, klienti i perpikte. Buri diskret që çdo mëngjes kërkonte bukete tekur dhe kafe, i ulur ne te ngjajten trajeze prane dritares, duke lene gjithmone te ngjajtin bakshishte palosur me kuçdes. Vetem se tani ai mbante ngje kostumte i patemete, i rrethuar nga dike shiltare që mbanin santa dhe flisnin ne celular net e ngjeshten kohe, tek gjithë duke u rrotulluar rreth të sikur planetet, rreth ngje dielike diktonte ritmin e gjithë skagje. Zoti Rafael mbledgja me investitoret u shtiper në oren nente, thangje nga ke shiltaret, duke e kur me ngsitim kratigj. Konfirmogje me drejtorin e financiare para ores tete, u përgjigj burri, me njëze komandues ke Larisa Kurre nuk e kishte degjuar prajtaj me pare, ak i ndryshem nga toni i putede diskret i mengiseve në restorant. Larisa mbeti e paralizuar, duk vezguar skenen si dikush ke shikon nje filmku, pa pritmas protagonisti zbulohet se eshte nje qeter person krejtesisht i ndryshem nga i ke njihnim deri atëhere. Buri hiri në ndertese në ngjitur, i rrethuar nga ke shiltaret e tij, dhe u zduk pas të res rotulluese prej eksami pa i venerese ajo ishte ati, pak metra larg, me gogje hapur. Tehni sermën ende e intriguar. Larisa i tregoj ate ke kishte pare Patricias, e cila mengje hereng sori celularin dhe filloj të kërkonte. Rafael kush? Pjeti Patricia, me gishtat kë tashme shkruanin në motorin e kërkimit. A e pe emrin e kompaniset ndërtisa, pashe vetem grupi Salgado të shkruar në hirje u përgjigj Larisa ende pa besuar protesisht atë që kishte pare. Syte e Patricias u zgjeruan sapo rezultatet e kërkimit u shfaken në ekran. Larisa, nuk du të besosh këtë, ajo ktheu celularin kë shokja të mund të shite. Rafael Salgado, pronari grupit Salgado, një nga konglomeratet me të medat e logistikës dhe teknologjise në vend. Shte në listen e biznesmenjeve me të pasur të shkiperise prej vitesh, shiko ketu, artikuj revistash, qmime si per marjegje, gjithë qka. Larisa mbajshti celularin me duar kë i dridheshin, duke pari fotot kë shfakeshin në ekran. Në gjeshta fytyre kë ajo shihtit qdo mengjes, vetim si në kostum e të me të patamete, duke shtrenguar duart me autoritete, duke pozuar kra ndërtesave korporative me logon e grupit Salgado me shkronjate arta. Nuk jeshta e mundur, mermeriti ajo duke tundur koken. Një burre i tille, me gjite keto para, duke ardhur ketu që do dita te perendise per të ngrene buket e tekur dhe duke leni $5 bakshish. E po, ashtu eshte, u përgjigj Patricia, ende e habitur. Kjo nuk ka as një sens. Njerëz kak të pasuras ke vajne zakonisht në restorante lagjeji e ler me ta perserisin ketis do dite, në të njajten trijeze, në të njajtin orër. Lajmi u perhap shpejt me spuno njesve te, shia e shtepise, dhe magja edhe zoti Osvald kur dagjoj emrin mbeti i befasuar. Rafael Salgado, perseriti ai, i menduar,
duke kruajtur mjekren. Me kujtohet ta kem pare emrin e ti në ndonjë gazete, kohe me pare. Por kure nuk e imagjinova se ishte I njëjti burë që vjen këtu, që do mengjes per te pire kafeve tem ak diskret. Larisa I kaloi pjesën që tërë dites I shpendare. Me kokën plot me pjeqe ki shtoheshin që do minute. Pse një burë me ate fuki dhe pasuri, du të zgjit të tem bante një rutine ak të thjeshte, ak kunder që do shfak gjegje luksi. Dhe, me intrige se akoma, pse kem bengulte ne ate bakshish të sakte. Tudite si kur ta përmbushtin gjë premtim të heshtur ke askush gjeter nuk arrinte ta deshifronte. Kontrasti mes Rafael Salgados se gazetave. I fukishem, I retuar nga ke shiltare. I afte te levis të mbledhje dhe investime me nje fjali të vetme, dhe burit të keteke hante bukete të kur prane dritares se shigja e shtepise, dukesh I pamundur per tu pajtuar. Por a ishte ati dianet e të njajtit person, ti Larisa Ngju, per heret e pare, një dëshire të pa kontrolueshme per të kuptuar se qfare, I lidh të ato diversione ak të ndryshme të njëjtit burre. Ishte atenate, e shtrire në krevat, duke pare tavanin e dome se vogel kendante me pasigurit të isaj, ke Larisa morin gjë vendim të heshtur, herin që ter kë ajdo të hinti të shigja e shtepise, a gjodu të mblit të guksimin per të pjetur. Nuk e din të saktesisht se qfare du t'i toshte, a si du te reagonte ai, por e dinte se nuk du te mund ta ingjoronte me ati kuriositet ke ritesh brenda saj si nje flake koke forte, duke refuzuar te fiket. Vandimi marreneke te sine en ate su duk shume me, I tjeshte per tu imagjinuar se sa per tu venen e praktike. Te ne sermen ne mengjes. Kur Zilja e derestingja loj duke la I meruar mberi qen e Rafael Salgados, tani Larisa e dinte emrin e plotte, dhe sa here ke mendonte per të ndjen të nje per zjergje habje dhe kuriositeti, duart I saj filuan të gjersin ftohte, të gjitje fjalimike kishte per gatitur në mendje gjaten ates u avulluasitim. Ajo shëllën e vendin e zakonshëm, per shëndetime levizjene koke se zakonshme dhe kerkojit e zakonshmen, pa venere as gjendrishe ne shjeljen e Larises, e cila shtirej sikur ishte krejtesisht e per humbur duke organizuar takemet pas banakut. Do të pjesesha po gjosot, peshperiti Patricia, duke kaluar prane saj me nje tabaka me pjata. Do të pjes, u perg gjigj Larisa, me nje peshperime nervoze. Vetem me duhet, të zged momentin e duhur. Momenti I duhur me gjithate, kembengulte te mos shfakej. Sa here ke ajo I afroha I traezes prane dritares, e armatosur me guksim, ditska ender prente, një porosi nga një klient qeter, një pjeqe nga zoti Oswald per stokun I kafese, telefoni, I kuzineske binte pikerisht ne kohen kur ajo me ne fund po pergatitaj të I hapte gojen. Rafael I mbaroi kafene, palosi karte moneten pese dollareshe me kujdesin, e zakonshem të doli, duke lënë Larisen të palevizur nemes të salles, me zemren ende të rahur, fort të pjeqen, ende të mbetur në fit. Tije I pamundur, keshi Patricia, duke tundur koken. Dukesh si adoleshente e dashuruar, krejt pange kurvgjen puna per ta e folur me personin kje pelken. Nuk eshte ashtu, protestoi Larisa, duke ngjere fytyren tin se haj. Në shtet jesht kuriositet, duate kuptoj historin e pasati bakshishi, vetem ak. Po, u pergjig shokja, me një buzekesh që gjalezore ke toshte karte, se nuk besonte as një fjale nga ato ke kishte degjuar. Ne ditet pasard hise, Larisa shfritezoi momentet e lira mes njepjate dhe qetres per të kerkuar me shumeret. Rafael Salgados. Gjeti artikuj revistash ekonomike, intervista ne kanale lajmesh, profilet e detajuara mbi rrugetimin e grupit Salgado, I cili ishte rritur nga njesh përndares I vogel rajonal në nje nga konglomeratet me të medhat e logjistikes dhe teknologjise në vend. Raportimet levdonin visionin dhe tig strategjik, aftesina e tig për të marre vendimet të veshtira, famen e tig për të këne kërkues por I drejte me punon gjesit, hajo këjter hoki me shume vëmendjen Larises, me gjithate. Ishte një detaj I perseritur në artikuj. Rafael Salgado përshkruhaj si një, burre jashte zakonisht I rezervuar kur behaj, fjale per jeten e taj personale,
rallehere jepte intervista per familjerine ose familjen, dhe gazetaret e pakte kë tentonin të investigonin, ke te anete historise per plaseshin, gjithmone në ngjemur heshqegje të edukuar, por te prere. Një raportim I vjetër permente, kalimti se ai ishte riturnenje kytit të vogel, në jug të Shqiperisë të kishte humbur babane ende femigje, por nuk silte me shume detaje per taj kesaj. Faj përmendje e beri zemren e Larises të rritë fort, gjugun e Shqiperise. A njajti rajon ku gjisha e saj, Zonja Regina, kishte mbajtur restorantin e vogël dekada me pare. Ishte, ndoshta, thjesht një rastesi, funja, gjugu ishte I madh, plot me kitet e te vogla ku historite ngjashme per seriteshin me migjera. Por fara e dishimit, pasi umbol, kem bengulte të rritej, e ushkier nga qëdo detaj I rike a gjos bulonte. Gjithashtu kishte artikuj peranen filantropike të Rafaelit. Grupi Salgado Mbantenje, institut kë financonte projekte sociale, ne komunitete ne nevoje, gjithmone ne mënyre diskrete, pa evente të medha shtipi apo foto, duke pozuar kra femigjeve të buzeke shur per kamerat. Që artikull permente se ai preferonte donacionet anonime, duke shmangur qdo logj publiciteti. Rreth pujari se seti, një tipar personaliteti kë per shtatej ne mënyre të persosur me burin kë. Larisa shihte s'do mengjes të heshtur diskret, duke lënë bakshishin në tij të sakte pa e komentuar kur e gjestin me askënd. Të e premten pesard hese, me ne I fund, erdhi mundesja kë Larisa priste. Restoranti ishte me izbrazet se zakonisht, njëshi I holle po largonte një pjesë të klienteles se zakonshme, dhe Rafaeli, pasi mbaroi kafene, u duk se nuk kishte ngsitin per ta ikur, duke pare nga dritargja pikat ke reshkisnin në mbiksham. Larisa mori frajmet helle, duke ngjeri zemrën ti rihti fort në gjoks, të esi deriti trajza pranë dritares, e vendosur per ta mos e lene atë shans të iktisitet gjeret. Me falni, ta agjo me zemet të sigurt se sa priste. A mund të gjubesh një pjegje. Rafaeli ngriti site, I befasuar nga kasja e drejt per drejte, por pohoj me një gjest të shelshem, duke treguar karigen I zbrazet per balle taj si dikush kefton dike të ulet. Sigurisht u përgjigjaj me një gisme buzekeshje kurioze, mund të pjesesh. Te ishte ati, nuat e mengjes grites I premtes. Me shjunke goristelet eksamine shigja I shtapise, ke Larisa mene fond mblodik gjithe guksimin, ke kishte ruashtur prej gjave shperte pjetur, ate ke e intrigonit ken nga dita e pare kur kishte veni resaktesine, e ati bakshishi të heshtur. Ka kohe keve rengjegje, filoi Larisa, duke u ullur në karigen ke ai I tregoj. Me duarte ndarturura mbi per parese, si dikush ke kerkon siguri ati ku nuk ka. Gjuvini ketu qdo dite, gjithmone në të njajten ore, kerkonik gjithmone të njajten pjate, dhe elinik gjithmone të njajtin bakshish. $5, kurre me shume, kurre me pak. E dike nuk me takon mua, por, ke gjo me ka bere kurioze. A ka ndonjë arsye të vicante. Rafaeli mbeti në heshqe per një qast. Me shikimin e fikur të filkshani I kafese tashme, I zbrazet para ti. Larisa u tremb se mos kishte kene me e bezdishme se qduhej, se mos kishte kaluar një vigje, të padukshme kendante kordialitetin profesional nga nje intimitet kwe nuk I takonte ta kerkonte. Por, per qudin e isaj, ai nuk u duk I shketejsuar. Kishte, në fakt, diçka të ngjashme me lehtesimin në shprehjen e tij, sikur agjo pjeqet e ishte në një fare mënyre e pritur prej shumë kohesh. Shtake sharake dhawi me në fun, nxegjis me buzekeshje duke u shfakur në septe gogjes. Askush nuk e ka bere këtë pjegje me pare. Njerezit e vene re, e dike e vene re, por askush nuk ka pasur kurre guksimin, ose ndoshta interesin të pyese drejt për drejt. Me falni nese u tregovaj të pert, nësitoj të thoshte Larisa, duke njere fytyren ta ingzehej. Nuk keni pse të përgjigjeni nese nuk doni. Jo gjithë ka në regull. U përgjigj Rafaeli duke ngritur duren me një gjesta bute ki e ketesoj. Në fakt, este një pjeqe e drejte. Të përgjigja, mire, përgjigja ka te bëgje me një kohë të jetes si me ke une, e mbaj me vetis do dite, edhe pse askush nuk e di këtë duke me pare mua tani.
A e berin gjepoze, me gishtat ke godisnin letem bitriazen e drurit, sikur te organizonte mendimet para se te vazhdonte. Belasune kam lindur në një qytet e vogël në jug të Shqiperisë. Filloi haj me zemët e ullet. Me të ngadaltë se toni I prere ke Larisa kishte dëgjuar ditën kur e kishte parete rrethuar nga këshilltare. Babai im punonte në miniere, një punë e rëndë, e rrezikshme, por ishte ajo që mbante familjen. Isha vetëm 7 vjeç kur një aksident në miniere e mori atë nga ne. Shumë herët, duke e lënë nënën time vetëm me 3 familje të vegjel për t'i rritur. Larisa në gjë një shtrengim në gjoks kur dëgjoj atë. Kishte diçka në mënyrën se si ai fliste, pa dramet të tepert, por me një dhimbje të përmbajtur kënde duke e gjalle, e të pasak shumë vitesh, këj prekte të le. Ishte një kohë shumë e vështire. Vazhdoi Rafaeli me shikimin e humbur të dritarja, sikur ta shihte për mesazh skenat e dekadave me pare. Nëna ime bente punate rastesishme, kepte për fkinjte, lante roba për kero ke mundë të paguante, e me gjitate ditet kur mungonte ushkimin e shtepi ishin me të zakonshme se sadu të dëshirogja të kuqtogja. Une isha me I madhi, kështu ke ndjegja peshen e asajnë në mënyre ke velezerit e mi me të vegjel, ndoshta nuk e ndinin në të njështen mënyre. Hajndaloj për një moment, sikur hezitonte të vazhdonte, dhe Larisa duke ngjërisja ishte një territor delikat, nuk guksoj të anksitonte me pjeqe, priti, në heshqe, duke lene ke ajte vendoste se deriku donte të shkonte në atë mëngjes. Kishte një restoran shume afer shtepise, rinisi ai pas pak sekondash, I vogël I thjeshta I ngjashem me kete këtu në fakt. Ndonjë here kur te pronte ndonjë kasidhe, nëna I menaçonte atje per të ngrejnë diçka të ngrohte. Ishte e ralle, por ishin ditet me të mirat e asaj kohe. Dhe ishte pikerisht ati në atë vend, që ndodi diçka që une kurre nuk munda të harroj, sa do ke vitet ka ne kaluar. Larisa mbajti frime, duke ngjere se ishte gatite dërgjonte diçka të rëndësishme. Diçka që ndoshta do të shpjegonte gjo vetëm bakshishin e sakte, por gjite diskrecionin të bujarine e heshtur ke ajo kishte vezguarte ai burre për gjate muajve. Por, para se Rafaeli të mund të vazhdonte, celulari I tij vibroi mbi treze, dhe nga këshilltaret, që priste diskret pranë deres se restorantit, u afrua me një gjest urgjense në fytyre. Zoti Rafael me falni që junder pres, por biseda me investitoret ndër kombetare nuk mund të prese. Tashme gjemi 10 minuta vone. Rafaeli psheretju, një përzjergje frustrimi dhe dorezimi kaloi në fytyrën e tij dhe u ngrit ngadale, duke rregulluar kshaketen. Me duhet të iki, tha ai, duke pare Larisen me një shprehje që dukej sinqerisht e ke kardhur për ndërprerjen e bisedes në atë pike, por mbetem borgshli për pjesën që tërë të historise. Premtoj se herën që tërë du të tregoj gjithçka. Ai palosi karte monedën $5, e vendosi nën pjate me të ngjajtin kushdes ritual të zakonshëm, dhe esi deri të dera, ingjekur nga këshilltari këj tashme po formonte një numërni celular. Larisa mbeti e palevizur pranë trajezes, me zemrën ende të rrahur fort, duke u përpjekur të përpinte gjithçka që sapo kishte dëgjuar. Një restorant I vogël, I ngjashëm me shigja e shtepise. Një familje në vështirësi, një baba I humbur heret në minierat I jugut. Pjeset filonin të bashkoheshin në një mënyre që bente Larisen të ndjente një reketje në shtyllën kurrisore, por ajo ende nuk kishte guksim të pranonte. As per veten mundesine që filonte të merte forme në mëngjen I saj, dajtet që pasuan u duken sikur zvariteshin per Larisa, e sila nuk mund të mendonte asgjë që tërë përveç historise se ndërprere të Rafaelit. Që do mëngjes, kura I mberinte në orarin I zakonshëm, ajo priste ndonjë shenjë se do të vazhdonin biseden. Por ditet rridnin shumë shpesht, restoranti plot mombledgjet e ti dukshëm të pafundme, dhe momenti I duhur kurre nuk dukej se perserite. Ishte vetëm një të merkure pothuajse digjave me vone, ke mundesja me në funduk tje. Ishte një dite me pak levizje. Logji I mëngjesit grikur pak kliente shfakeshin dhe Rafaeli, pasi mbaroi kafene, mbeti I ulur,
duke pare Larisa me një shpreh që ke duke si një ftese e heshtur. A du ende të dek josh pjesën qeter, pjeti aj me një buzekesh që te lehta në buze. Me shume se shdogje, u per gjigj ajo, pa hezituar, duke tërhekur karigen, e zbrazet per bale tish me pelkimin e ti. Rafaeli mori frimetelle, si dikush kë pergatitet të rigjetogje diçka ke e kishte ruajtur, per shume kohe vetem per vete. Ku mbeta? Mer meriti ai, duke organizuar kushtimet. Ah po. Restoranti afer shtapise në gjug. Kishte një zonjë kë kushdësaj per atë vend i vetme, një gruaj moshese mesme, gjithmone e shelshme. Gjithmone me një buzekeshje e në ditet me te lodhshme. Hajos njahte kajdu të lagjes me e merdhe i din të saktajsisht se kush po kalon të veshti resi, e ti pa pasur nevojgje ti tregon të askush. Larisa në gjuzem ren të rritë fort kur dhe gjoj ati per shkrim, ak të ngjashem me historita ke nena i saj tregon të per zonjën Regina, por mbetin e heshqe, duke Elene Rafaelin të vazhdonte me ritmin e tij. Pasi babaj imiku, nëna ime filoj të shmangte atë restorant, sepse nuk kishim me para per të shpenzuar në gjera ke nuk ishin esenciale, vazhdoj ai. Por një dite dimri shume teftohte, a gjo me coj agje, ndoshta sepse nuk kishte me asgje në shtepi per të gatuar. Hangrem atë ke mundem të paguanim, dhe kur i kem, nëna ime gjeti. Brenda kshepit të paltus ki kishte lenu të varur prane dhe res, një karte moned të $50 që ki agjo betohej se nuk i kishte vendosur e ti. Haj beri një pauze, si taj duke i shkelkir me një emocion ke dukej se përshkonte dekarën e një sast të vetem. Në fillim agjo mendoj se ishte gabuar, se ndoshta kishte kene ati me pare. Por e njështa gje ndodhi gjaven pasard hese, dhe qetren pas saj. Sa here kjek të heshim në ati restorant, dilnim me një karte moned hi $50 që me shume se sa kishim hire, të ifshihur në ndonjëven diskret, nek se pine paltos, brenda pesetes, nën pjaten i zbrazet. Kurre nuk i pame se kush e bente ate. Ishte si kur një engel i padukshem kush dësaj perne, pa kerkuar kurre asgje mbrapsht, pa uzbuluar kurre. Larisa angjiu një reketje ti per shkonte shtylen kurrizore. Imazhi i gjyshes, zonja Regina, duke lene ushkim dhe ndihme diskrete per familjet në nevoje, pa burur kure per gestin, bente jehone me shume forse ne ate histori per te kene tjesht rastesi. Por ajo ende u përmbajt, pa dashur të ndërprente momentin me supozime te në situara. Ato para sado te tjeshtake duken sot, ishin ato ke në ndihmuan te kalonim dimrin me të veshtire të gjetes sone, vazhdoj Rafaeli me zerin e mbitur nga emocioni. Nuk ishin shume, $50 nuk blejshne as nje luks, por perne ne ate kohe. Du të thoshin ndryshimin mes njeb gjati me ushkim të ngrohte dhe njenate me stomak të izbrazet. Dhe me shume se ak, du të thoshin se dikush, edhe pa në njohur miri, kush disej, mjaftu e shem per të ndihmuar pa pritur mire njohgje. Hendalloj per një sast, mesita e per lotur para si të vazhdonte. Nëna me mbajti atë kushtim me vete per pjesën qeter të gjetes. Vite me vone, kur unë tashme kisha ndërtuar grupin Salgado dhe me në fund kishim me shume si sa na duhej, a gjo usemur. Në ditet e fundit ke kaluam bashke, para se a gjo të largohej nga kjo bote, a gjo me beri të premtoja njegje, ke une kure nuk do të harroja fukini e një gesti të vogel. Këni se një ditetu të kisha me shume si sa me nevojite. One duhet të kuqto gjak gjithmone, atë karte moned he $50 që të fshehur në ekshepin e paltos, të të perserisja atë gjest perdike në ndonjë vend, pa pritur kure as gjem brapsht. Zeri i Rafaelit u drodh letësisht, gjatë shkiptimit të fjaleve të fundit. Dhe ju desh një sast hesh gjegje per të mbledhur vetën. Kë të here këtë bejgj, përfunduaj ai, duke fshire diskret si të me kurizin e dores, ku do këtë gjem, nëse do kitet, nëse do restorante tjeshte, que me kushton atë vend të familiarise sime, une le $50. As me shume, as me pak. Shte forma ky gjithë per të nderuar premtimin kë i bera në nesime, dhe per të mbajtur gjale kushtimin inje miresie kë ndryshoj rgjedhen e gjetesime. Edhe pa editur, une kurre se kush ishte personi per gjegjes perte. Larisa mbeti nehesh që per një momente gjate. Mesita e per lutur,
duke nxjerrë peshen emocionale të ataj rrifimi të perzier me një dishim që rritej brenda saj, si një vale e pamundur për tu përmbajtur. Përshkrimi i gruas së shelshme, restoranti i vogël, ndihma diskrete dhe e perseritur, gjithçka përputej në një mënyrë tronditese me historite e fragmentuara kë nena e saj kishte treguar për zonjën Regina. Por ende nuk ishte koha për të folur për kete. I duhej me shumë siguri, me shumë prova, para se të rrezikonte të ngrinte një hipoteze të asaj madhesje. Per momentin, vetëm i falenderua me zërin e mabitur, që ai i kishte besuar asaj atë historiak personale. Dhe i premtoi vetes se du të investigonte. Sa më shpejt të ishte e mundur. Kutite i plu hurosura të ruajtura në domen e magazines në shtëpinë e nenes së saj. Pas asaj bisede, diçka ndryshoi mes Larisës dhe Rafaelit. Nuk ishte me thjesht klienti i përpikte dhe kuzhinire gja kurioze, por di nxjerrës që kishin ndarë, ndonese per pak minuta, nxje pjese të telle të historive të tajre. Rafaeli filloi të vinte disa minuta me heret, dhe Larisa, sa here që levizja e legjonte, gjente një mënyre për të ullur me te per pak qaste, edhe nese ishte vetëm për të shkembjer për shtipgjet për ditën. Di kurre nuk ma tregove emrin tën të plote, da aj në një nga ato mëngjese të keta. Me një buzekeshtje të sinkerte në fityre që Larisa tashme filonte të ngjite si të ralle dhe të vjerë. Larisa Tavares që përgjik gjagjo, paksa pangeduke venerese. Pavarësisht muajve të bashkegjet e se heshtur, ai detaj baze kurre nuk ishte ndare mes tyre. Larisa Tavares, per seriti ai, si kur po e testonte emrin në gjuhe. Ështëngje e meri bukur, i shkon dikusht ke gatuan me akkush sati. Hajon gjë u fityrandi në aksehe, por i fshehu buzekeshqen me turp, duke ju këtir tabakase me bgjata këmbante. Gjavet pasart heze solen gjeritam të rine rutinen i të dive. Rafaeli, pavarësisht akshendes se ngjeshur, gjithmone e gjente nje kohe ekstra per te këndruar të shigja e shtepise, dhe bisedatu bene me te gjata. Me personale, duke mbuluar tema, që shkonin shume per te kafese se mëngjesit të ngsitimit të bizneseve. Kaj tregoj per vitet e veshtira pas humgjes se babait, per menyren se si nana e tij, pavarësisht të gjitha veshtiresive, gjithmone kishte kem bengullur kë femigjet të mesonin, duke besuar se edukimi ishte e vetëm gjaforme e sigurt për të thjerë qiklin e varferise kë i retonte. Tregoj për bursen e studimit kë kishte fituar për ta, në gjekur administrim biznesi, për punat e parat e veshtira, per themelimin e asaj kë du të behej, grupi Salgado, indertuar pak nga pak, me shume sakrifise de disa bastete rrezikshme kë. Fatmirësisht, dolen mire. Larisa nga ana i saj, foli per femigjerine, e ndare mes Tiranes dhe vizitave të pushimeve në shtepine, e gishes në gjug, per eran e erizave të fresketa kek gjithmone i pristini atë kuzhine modeste. Per ndren ke mbante prej vite shper të hapur restorantën e saj. Një event të vogël ku mund të gatonte me të njajtën bujari kë zonja Regina i kishte mesuar. Dohet të shihgje fytyrën e saj kur une arrisha të nësirja sakte një resete ke me herën e pare. Tregoj Larisa, një dita, duke keshur me kushtimin. Ajo per plaste duart, si kur une të kisha fituar një cmim ndër kombetar, vetem sepse fasulet kishin dale në pikan e duhur. Rafaeli keshik gjithashtu, një e keshur e lire dhe i sinkër të kë. Larisa rale heri, i shihte të dikush aki mesuar të kontrolonte që do shpregje para kamerave dhe keshil të reve. Duket se gjyshja jote ishte një grua speciale, komentoj ai, me një shkelkim mendues nesi. Ishte e po, u pergjigj Larisa, me një leshate ka i formohaj në fit duke menduar se sa ajo fjali. I tene prej ti, mbante një peshe kë ajo ende nuk kishte guksim të zbulonte plotesisht, gjave tu shënderuan në muaj. Dhe ajo ke kishte filluar si kuriozitet profesional u shënderua, pak nga pak, ne diçka me të telle. Rafaeli fillui të aftonte Larisen për shetitje të shkurtra pas turnit të saj, duke shfritezuar momentet e ralla të lira mes një mbledhjegje dhe qetrez. Eknin një për rruget me pëmete Tiranes, duke biseduar per libra, per muzike, per planet kë Cecili mbante per të ardhmen.
E din unë mund të të ndihmoja të hapje restorantin tënd, tha ai në një nga ato shetiqe, në mënyre pothuajse rastësore, si dikush ki komenton për motin. Kamburime të perta, dhe do të ishte kena kesi të shihja ndërën tende të mërtë gjete. Larisa ndaloi se e kuri, e befasuar nga propozimi. Une nuk mund të pranoj kete, Rafael dha Ajo, duke tundur koken. Du të ishte shume e mire, shume e lehte. Dua të ndërtoj kete, ender me përpjekjen time. Ashtu si që gishja, i më ndërtoj te sa gjen. Haj buzekesh i nje buzekesh gjë kë persjente, respektin dhe nje gjurmet e lehte admirimi, e kuptoj persosmerisht, u pergjiggjaj, pa kembe ngullur. Por digje se oferta mbetet në kembe, sa here këtë duash. Haj refuzim në vend këti largonte. U dukse i afrojet e me shume. Rafael ishite të Larisa një forsete një vendos me rikëra lehere i gjente të një rezit rreth tigj, po tuaj se gjithmone të gacemte pranonin që të favor ki ajo fronte. Të Larisa nga na i saj, filonte të shite të Rafaeli gjo vetem biznesmenin miliarder, të shfakur në per revista, por njej burre ke mbante me vetë njej në gjeshmeri të ralli, te modeluar nga veshti resite i femigjerise, te nga premtimi i heshturke i kishti bere nenes. Ishte në një nga ato biseda, ndërsa e knin ne per një sheshte vogela fer restorantit, kë Larisa permendi, po tuaj se pa i venere, një detaj kë do të bente gjite pjesen që tërë të historisit të mërtë një rridhe, krajtesisht të ndryshme. Edhe gishja i me kishte një restorant, edin komentuj Ajo rastisisht, duke pare pelumbat ke mblidheshin në bar. Atje ne zhug. Ajo tregonte historite ngjashme me tenden per kohet e veshtira, per njerëz kë Ajo ndihmonte pa kërkuar kurre asgjë mbrapsht. Rafaeli ndaloi se i kyri. Si të papritur të vëmendshëm, sikur diçka brenda ti të ishte zgjuar nga një gjume i thelle. Në cilin qytet saktesisht, pjeti ai me zerin e ngarkuar nga një urgjense që Larisa kurre nuk e kishte dëgjuar me pare preshti. Dhe ishte në atë çast, të ndaluar në një shesh të Tiranes kë pjeset i paratanjet të vertit të shume me të madi filluan me në fund të bashkoheshin. Në përmet, u përgjigj Larisa, ende pa kuptuar plotesisht ndryshimin e papritur në shprehjen e Rafaelit. Një qytet i vogël, i bukur. Gjyshja i me gjetoj atje gjite gjetan, derisa restoranti u mbyll pasi Ajo iku. Rafaeli mbeti ne heshtje per një sastke u dukse u zgjat per një amshim. Mesita e fikur në një piket e larget, sikur menja i tajta ishte këtjer, në një hapgje mbyllje sish, në rruget i ngushtat e shtëpite i thjeshtate atij qyteti kë ai i ruante në kuqtese ke nga femigjeria. Ne kam lindur në permet, da ajme në fund. Zeri pothuajse një peshperime. Ishte atje ku baba im punoj në miniere. Ishte atje ku humbem gjithçka. Dhe ishte atje ku ai restorant në ndihmoj të mbigjetonim në dimrin me te veshtire të gjithesone. Larisa njëu tokin telekundej në kembet i saj. Nje perzjerje habi edhe mosbesimi duke pushtuar të gjithi trupin e saj. Rastesja ishte shume e madhe per të kine thjesht ak. Një rastesi. Por ende mungonin provat, detaje konkrete kwe do të konfirmonin dëshimin kwe rritesh brenda saj prej zhavesh. Me duhet të verifikoj njegje, ta Ajo me zerin ke i dridhe nga ankti. Gjishja i me ruante kuti plot me gjera të vjetra në shtepine e në sime. Foto, letra, fatura të restorantit. Kurre nuk kemi pasur guksim ti hapim të gjita, por besoj se erdhi koha. Te djelen pasardh hisi. Larisa shkoj në kombinat me një urgjense ke befasoj edhe zonjën Silja, i cila e priti në dere duke venere me njehire se diçka ndryshe i leviste të bëgjen në atë vizite. Qfar ndod ti bijajme? Gjëmenje fytyre të suditshme, pjetinena ndërsa Larisa tashme po drejtohej direkt të doma e magazines në fund të koridorit. Mami me duhet të shokutite e gishes, të gjitha. Tani nëse eshte e mundur. Zonja Cilja, e intriguar ndihmojte bijente tërhik të kutite, e pluhurosura nga si per dolapit, dhe bashke filuan të kërkonin per mbajtjen e grumbulluar per gjate dhe kadave, fotografinet e zeze e bardhet e zbehura nga koha, fletore resetash me shenime të fshira nga lagjeshtja, letrat e vjetra të lidhura me nje spango, tashme të brishte. Ishte në një fletore specifike,
me kopertin e lekure të vjetruar, kë Larisa gjeti atë kë e kërkonte. Nuk ishte një fletore resetash, si të qerat, por një lojë ditari kë zonja Regina kishte mbajtur gjatë viteve kur administronte restorantin i vetme. Faket, të shkruara mendje kaligrafi të pxherret të kujdeshme, regjistronin shenimet e vogla të perditshmërise, blergjet e bera, faturat e paguara, dhe, here pas here, reflektime personale për jetën dhe njerëzit ku kalonin në atë biznes të vogël. Me zemrën ke i rrete fort, Larisa po kalonte faket, me si te e uritur duke kërkuar çdo përmendje që mund të konfirmonte dishimin që po e konsumonte. Dhe atëherë, në një fakete datuar, me shume se 30 vite me pare, a gjeti fragmentin që kërkonte. Sot lashe per seri para te në egzepin e paltos e zonjës Ester. Kishte shkruar zonja Regina, me shkrimin pak me te shpejt e se zakonisht. A gjo familje po kalon një periude akte veshtire ke kuri i kuburi. Gjemte ende akte veggjel, me i madhi me ata si te trishtuar të dikujt kemban peshe shume të madhe per moshe. Shpresoj ko e kusur të ndimogje, kofte idhe pak. Zoti e din se do të dëshirogja të mund të begja me shume. Larisa qoj doran të gosha, si të duke ju mbushur me lot mengjëhere. Ester, emri i nënes se Rafaelit, detajji i gjallit me të madh, me shikim shume të trishtuar per moshen. Gjithë shka per putej mengje saktesi kë nuk, linte me hapesire per dishime. Mami, shikoji ke te, ta ajo me zerin e mbitur duke i dorezuar fletoren zonjës Celia, e cila e leksoj fragmentin me si te e zgjeruar. O zot Larisa, ti mendon se kjo familje eshte i njëjta. Jam i sigurt, u përgjigj Larisa, duke fshirelo tet me kurizin e dores. Shtea familja i Rafaelit, e burit ke vjen në restorant që do dite. Gjish janë dihmoj familjen e ti, dekada me pare, pa u identifikuar kure. Duke vazhduar kërkimin në per ku ti mengjen si tim po tuaj se e teak. Larisa gjeti ende me shume evidenca. Nje fotografite vjeter, te zverdhur, kë tregonte restorantin i zonjës Regina me nje turme të vogel të mbledhur para deres, dhe mes fityrave të turbulta nga koha. Nje grua duke mbashtur doren e nje gjalike. Pavarësisht kilesise se ulet taj mazit, ruante njeng gjash meriti pa mohueshme me ti paretke, Larisa shite që do mengjes në fityren i Rafael Salgados. Gjeti gjithashtu një letër të shkurter, të shkruar nga një dore qeter, drejtuar vetëm zonjës e restorantit, duke e falenderuar, pa nën shkrim per një ndime kë kishte shpetuar dimrin e familjes, fjale kë benin gjehone pothuajse saktesisht me historine, kë Rafaeli kishte treguar gjave me pare, në trezen prane dritare se shisha i shtepise. Larisa i kaloi pjesen qeter të asaj pas ditejhe të djele të ullur në disemene, et homes se magazines, i rrethuar nga fotografi, letra dhe fletore, duke u perpjekur të perpinte magnituden e ati zbulimi. Gjysja ke a gjuak shume i donte. Bugjaria diskrete e se siles kishte modiluar vleratke. Larisa mbante nes dop gjate kë pergatiste. Kishte kene pa edituras kush per dekada, engjeli i padukshem ke kishte ndimuar ne shpetimin, e familjes se Rafael Salgados ne momentet me te veshtira te jetese tyre. I duhejtia tregonte atish. I duhejtia tregonte ato prova të shihte reagimin, e tiq para asaj të vertete ke do të bashkonte në një menyre ke as një film nuk mund të shpikte, figjet e ke puturat e di historive ke dukeshin krejtësisht të lageta, por ke, në fakt, gjithmonë kishin kene tender thurura nga ngjekjes të tjeshtë miresje i perseriturë për gjate generatave. Tehenen pasard heze, Larisa mberiti të shija e shtapise, me heret se zakonisht, duke mbajtur ne sante fletoren prej likure të vjetruar të zonjës Regina dhe fotografine, e zverdur ke kishte gjetur ne fund të kutise se pluhurosur. Mezi arriti të flinte natën e kaluar, me zemren e ndare mes ankthit për të ndare ate, zbulim të frike se mos Rafaeli reagonte në një menyre kë a gjo nuk arrinte ta parashikonte. Hemberiti ne orarin e zakonshem, duke per shendetur me buzekës gjen ke tashme ishte bere familjare mes tyre, por ndaloj duke vene reshprejgjen e tensionuar në fityren e Larises. A ka ndodhur diska. Pjeti ai,
I shketesuar, ndërsa u lejsh në triezen e zakonshme. Me duhet të ju tregoj njegje të agjo. Me zerin ke I dride I lehtë. Duke tërhekur karigen për bale ti dhe duke në eksqer reflektoren nga canta me kushtes, si di kushke trajton një objekt të shenjte. Ishte në shtepine I nënes sime gje. Në kutite, e vjetra te gishe sime. Ajo hapi fletoren në faken ke kishte shenuar me një kope leter, dhe e reshkitim bitrieze, në drejtim të Rafaelit, I cili mblodhi vetullat, pa kuptuarin dhe rendesine e ati I gjesti. Leksojeni kete fragment këtu, kërkoj Larisa, duke treguar paragrafin I shkruar me kaligrafine I pjeret të zonjës Regina. Rafaeli mori fletoren me duar, me site ke kalonin në per reshtat I shkruar dekada me pare. Larisa veshgoj në heshqe, momentin e sakte kur kuptimi filloi të formohej në fytyren e tij. Vetullat ke ngriheshin, frimemarja ke behej me I rende, si te ke zgjeroheshin ndërsa fjalet mernin sens. Tamas zonja Ester, mermeriti ai me zerin e mbitur, duke perseritur me zete larte emrin e shkruar në fletore. Ki ishte emri I nënes sime, de gjali me I mad me site trishtuar. Larisa, kjo, ai nuk mundi ta perfundonte fjaline, emocioni po I ambiste fjalet në fit. Larisa me duar ke I drideshin, anksoria të here fotografine I zvertur nga canta dhe e vendosi mbi trajeze krah fletores. Kjo është fotoja e restorantit të gjishe sime, da ajo me zerin po thuajse një pesh perime. Shikoje këte gruan këtu, duke mbajtur dorën e gjallit. Rafaeli mori fotografine me një kushdes po thuajse nderues, duke e afruar të site si kur ti duhej të egzaminonte, qdo detaj shume here para se të besonte. E te ke shihte. Heshgja ke u instalua me stajre u duksis gjati një amshim, e thajer vetem nga zhurma e larget e pellakes, ke naksi hejgjne kuzine de zhurma e ulet e klienteve të parete mengjesit. Qo grua. Ta e në fund. Me zerin e mbajtur nga lotet këta shme nuk perpiketi permbante, qo eshte në naime. Te ki gjali jam une. Une e kushtoj këte mengjes, Larisa. Ishte një nga ditet e pak të kur arritem të kursenim, bjaftu ishem per të bere një fotografi, një gale si pernën e ate kohi. Lohat rodhen lirshem në fytyren e Rafaelit, de Larisa në gjosite e sajtë e mbusheshin gjithashtu. Pesha emocionale e atij momenti me e madhe se zdogje ke, ajo kishte imagjinuar gjatë planifikimit, te asaj bisede. Ate here paska kene gjishtë gjote, da aj duke pare Larisen me nje shprejgje kje e perzjente habine. Miren gjojend nje emocionak të thelli sa duke se nuk në kshinte brenda gjoksit. Paska kene zonja Regina ajo kjela ato para në kshepin, I palto se në nesime. Gjate githe atire mengjeseve të edimrit. Paska kene ajo kje në ndihmoj të ambigjetonim, pa kerkuar kure ask gjem brapsht, pa uzbuluar kure. Ajo ishte, konfirmoj Larisa, me zerin e mbitur nga emocioni I saj, dhe une kure nuk e dita kete histori dhe rigje. Kalova gjithegjetën duke dagjuar gishën time të fliste per bujarine, per ndihme ndaj ati ke ka nevoje pa pritur miren gjohje, pa e imagjinuar se një nga njerëzit kë ajo kishte ndihmuar dekada me pare ishte ullur. Qdo mengjes, një të njëjten trezet e punës sime, duke perseritur të njëjtin gest miresie kë ajo një dit e beri per familjen tende. Rafaelin beti ne heshqe per një moment të gjate, duke perpire manitudeni atij zbulimi. Me gishtat ke preknin lehte fotografine, si kur të donte të prekte, per mesaj, atë të kaluar të larget këme ne fund merte një fityre, një emer, një histori të plote. Gjatik gjite gjati sime, dhe aj mene fund me zerin ende të dridhër, one kam pjetur veten se kush kishte kene personi per gjegjes per atë miresi. Imaginova mi gjera fityrat e ndryshme, krygjova historin e koken time se kush mund të kishte kene ak bujar sa të ndihmon të nje familje, të huaj pa kirkuar kurrias gjem brapsht. Të e fati, në nje menjure ke une kurre nuk mund ta parashikoja, me solideri në nje restorante vogel në Tirane, de kada me vone, kumbesa e asaj gruaje punon qdo dite. Duke gatuar me të njështin kushdes, të njështen bujari ke gjishja e sa njedit e pati me mua. A shikoj Larisen me nje intensitet të ri, si kër të shihte ate, per here të pare, në nje drite krejtesisht të ndryshme.
Nuk ishte rastesi Larisa sta ai me zerin ke merr të siguri. Unë nuk besoj se diçka, e tile mund të gjete thjesht rastesi. Ekziston gjë fije, gjë kellim, kë lidhë gjithë kete kë nga ai mengjes i ftohte në permet deri tek gjotrieze, ke tu tani. Larisa njo zemren ti tembushegj, nga nje emocion ke nuk dinte ta emertonte plotisisht, pjeserisht mirëngjogje, pjeserisht habi, pjeserisht diçka mi, i thelle ke tashme vinte duke u rritur brenda saq prej muajsh, ke nga hera i pare kur kishte venire saktesine e atij bakshishi të heshtur. Rrethi ke dykej se kishte filluar dekada me pare. Në një qytet të vogël të gjugut, me në fund mbajlajs para të dive, duke bashkuar një gjest miresje të se kaluares me një lidhje të reke formohaj. Ati, në ati sast, me slotev dhe emocionit të ndarje. Në gjavet kë pasuan atë mengjes zbulimesh, marrëdhënia mes Larises dhe Rafaelit fitoi një telesi, kë asnjëri prej tyre nuk priste të agente. Nuk ishte me thjesht kurioziteti i një kuzhiniere gjene lidhje me një klient misterios, as vetëm mirëngjogja, i një burri kë me në fund kishte zbuluar origjinen, i një miresie kë kishte modeluar gjithë jetën e tij. Ishte diçka me e madhe, e ndërtuar mbi sigurinë se fati. Sado i pamundur ke të edukej, kishte ndërturur historiti i tyre shume kohe para se ata të ngjiheshin. Rafaeli Kerkoj, në gjaven pasardhësit e zbulimit, të ngjihte zonjën Celia personalisht. Vizita, e shenuar me një përzierje nervozizmi dhe pritshmëri, ndodhin gjete shtune pas dite, në të njëjtin apartament të thjeshte një kombinat ku kutite, i pluhurusura ruanin dekada kuqtimesh. U nuk e imagjinoni se sa shume nena gjuaj ka do me theni per familjen time, tha Rafaeli, i ullur në salonin modest, duke mbajtur filkshanin e kafese kë e zonja Celia, i kishte ofruar me duar kë i dridheshin nga emocioni. Pa atë ndihme, pa atë gest të perseritur që do mengjes. Une nuk e dine se do të kishim arritur të kalonimat e dimer. Zonja Celia, e emocionuar, tregoj me shume detaje përgjithën, zonjës Regina per sakrifikat kë ajo kishte bere per të mbajtur restorantin në pune edhe në periudat me të veshtira, per filozofine e thjeshte kë udhahikte që do vendim të saj, të ndihmonte sa here të ishte e mundur. Pa pritur kurreas gjembrapsht, sepse bujaria e vertete. Si pas asaj ki thoshte ajo, kishte vlere vetem kur gjepejnë e heshqe. Ajo du të ishte ake lumtur të edinte se a i gesti thjeshte ndihmoj një gjale, të behej një burre si ju, tha zonja Celia, duke fshire një lot diskret nga cep i syrit. Dhe me lumtur akoma të shihtese, dekada me voni, ki i njëjti gjale du të gjente mbese në saj, pa edituras vete, dhe du të ndërtonte diskatare duke u nisur nga ajo miresi e vjeter. Hajo fjalim beti pezull në agjer per një çast, e ngarkuar me një kuptim ki si Rafaeli ashtu edhe Larisa e ndjen, porque asnjëri prej tyre ende nuk kishte guksim ta emertonte plotesisht. Ajo ke kishte filluar si kuriozitet profesional ishte shënderruar për gjatë muajve, në një afer si ke shkonte shume për tej mikesise, diska ke rritej nga dale, por me një soliditet ke dukej i pamundur për tule kundur. Në një pas dite të shtune, pak gjave me vone, Rafaeli propozoi këtë e benin një udhëhetim deri në permet. Këtë ti ku gjithçka kishte filluar, Larisa pranoi, duke ngjere se ajo vizite du të ishte një forme për të mbyllur përfundimisht rrethin kë bashkonte di familjet. Kajtëti i vogël i rrethuar nga malete gelbra tipike të gjugut të shqiperise. Ndërruan të gjurme të se kaluares këtë di mbanin. Ndërtesa ku kishte funksionuar restoranti, i zonjës Regina kishte ndërruar pronar disa here për gjate viteve, por struktura originale me muret e sajte vjetra dhe catine me tullat e mosme, ende mbetej pothuajse e paprekur. Feshta e sudiqme, ta Rafaeli indaluar para fasades modeste, mesit e ke kalonin në sdo detaj me nje përzjergje nostalgjie dhe mirëngjogje. Kalova ak shume vite duke u përpjekur ti harroja momentet e veshtira teke tij kyteti, dhe tani per here te pare. Ndjej se man të shokjet e vend mesit e qire. Gjo vetem si skenin e një femjeri të veshtire, por si gjepin e një miresje kë ndryshoj gjithçka. Larisa mbajti dorën e tij. Një gest kë lindi natyrshem pa paramendim,
Sikur gjave të tëra afersi të kishin gjetur me në fund shprehjen e tyre me të thjeshte, të me të vërtetë. Gjishja ime do të ishte krenare të shihte këtë vend përmes syve të tutani, të agjo me zete byte. Ishte ati para fasade se vjetër të restorantit kë kishte bashkuar familjet, i tyre dekada me pare. Kë Rafaeli me në fund shprehu, me fjallet i karta, atë këtë di tashme ndjenin prej gjavesh. Larisa, une nuk di tash pëgjegoj mire ate kë ka ndodhur mes nesh në muajt e fundit, tha ai duke u kthyer per ta pare ate, me si të ingarkuar nga nje sinkeritet kë, agjo kure nuk e kishte pareak të ekspozuar. Fillova duke shkuar në atë restorant per rutine. Per zakon, duke përmbushur një premtim kë bera shume vite me pare, por gjeta pa e pritur, shume me te persisa une kurre e imaginova si du te gjeja. Gjeta dike kë me bente dëshirojta gjem një version me i mire i vetis sime. Dike bujaria e se tiles me kujton. Që do dite, miresin e kë shpetu i familjen time. Larisa në gjëzem renti rite fort, fjallet e taj duke bere gjehone telle brenda saj. Edhe une e ndje qkete, u përgjigj ajo, me zerin e mbitur nga emocioni. Kure nuk e imaginova se një kuriozitet i teshte per një bakshish mund teme silte deri ketu, deri në kete kytet, deri në kete histori të pabesueshme kë bashkon familjet tona. Por gja me lumtur, Rafael, me e lumtur se sa kam kene kurre. U kthjen në Tirane po atë gjave, duke mbajtur me vete gjove tem sigurine e lidhje se të leke i bashkonte, por edhe një projekt të rike diskutuan per gjate udhetimit të këtimit. Restaurimin i hapesire se vjetër të restorantit në permet, duke e shënderuar atë në njëven këdu të nderonte, kuqtimin e zonjës Regina, në të njëjten kohe kë Larisa me në fund du të realizonte, me mbeshtetjen e pakushtezuar të Rafaelit, endren e vjetër per te hapur restorantin e saj. Kate heri për frike per te pranuar ndihme nga kush i don të vertet. A gjo kem betej tani ishte vetjem kua e nevojshme ke a gjo dashuri, e ndertuar mbi baza aktit hellad hete pamundura. Tek gjente momentin i saj te duhur per të vullusur para tek gjithev ke i njihnin të i donin. Muajt ka pasuan solle në ndryshime. Kë Larisa kure nuk i kishte imagjinuar të mundshme kur kishte filluar të vintere, po të uajtë singjevit me pare, saktesine e heshtur të atij bakshishi prejt $5. Shi gja e shtapise, vazhdonte të punonte si gjithmone, por tani mbante një dometenje tere, po të uajtë të shenjte per tadi. Ishte ati ku gjithë cka kishte filluar, ati ku figjete ke puturat e de historive të largeta me në fond ishin takuar. Zoti Osvald, kur mori vesh gjithë historine, u emocionua deri në pikensa të ruante, të futur në kornize pas banakut, një kopje të fotografise se vjetër të restorantit. Të zonjes Regina, kra një karte monet he $5 shekë, Rafaeli kishte kem bengullur të linte ati si kushtim të perhershem të ati gjesti. Kë kishte pershkuar generatat. Ki restorant tani eshte pjese i një historie kë askush nuk du të harroje thoshte ai, krenar. Sa here ke ndonjë klient peste per kuadrin e varur në mur. Patricia, i cila kishte shokeruar sto kapitull, të asaj historie me një përzierje kurioziteti dhe emocioni, nuk lodhej duke perseritur per ke duke donte ta degjonte, se kishte kene agjo e para ke kishte vene risaktesine e bakshishit, një detaj ke agjo tani e tregonte me krenari. Sikur te kishte kene pjese kryesore e gjithë asaj ngjarjegje. Larisa nderkohe, me në fund kishte vene, në praktike ndren e saj të vjetër, me mbështetjen e Rafaelit, por duke kem bengullur në mbajtjen e kontrolit total të vendimeve mbi menune, dekorimin dhe shpirtin e vendit, ajo kishte hapur djert, e restorantit të saj, nje hapesire e vogel dhe mik pritese pak bloke larg, shi gja e shtapise, i pagezuar me dashuri si kendi i Regines, në nderim të gjishes bujaria diskrete e se ciles kishte modeluar, pa e ditur askush per dekada, fatin e akshume jeteve. Restorantin e permet gjithashtu mori jetet e re, i restauruar me kujdës per të ruajtur karakteristikat original të ndertimit, duke punuar tani si një logj shtepje kujdëse, ku fotografit e vjetra dhe objektet e ruajtura tregonin historine e bujarise kë kishte bashkuar di familje të ndara nga koha di distanca. Ishte pikërisht të kendi i Regines. Në një natë të premte kur restoranti,
ishte i mbyllur për një rregullim final para inaugurimit të madh. Kë Rafaeli kërkoi të takonte Larisën vetëm për vetëm, duke të nëse i duhej i tregonte diçka të rëndësishme lidhur me detajet e fundit të hapësirës. Kër Larisa mberriti, gjeti salonin të ndriçuar vetëm nga kirinjtë shpërndare me kujdis në për Trieza, dhe Rafaelin të veshur me një thjeshtësi që kontrastonte kellimisht me rastin special që ai kishte përgatitur, duke pritur atë krah Triezes pranë dritares. E ngjeshta Trieze, e riprodhuar me dashuri nga ajo që ekzistonte te shigja i shtëpisë, ku gjithçka kishte filluar. Larisa, dharaj me zërin që i drite i lehtë nga nervozizmi, diçka e rrallëpërngjë burrit e mësuar të komandonte mbledhje dhe negociata komplekse pa hezituar. Ka kaluar pothuajse një vit që kur hira per here të pare në ati restorant, pa e imagjinuar se një bakshish i thjeshtë do të mësonte të gjëja personin që do të ndryshonte krejtësisht rrjedhën e jetës saj. Larisa ngju zemrën të rritë fort, si të tashme duke ju mbushur me lot para prake, duke kuptuar pak nga pak atë që ishte gati të ndodhte. Zbulova, per mestegje, suggestet e vogla që mbajme për gjatë jetës mund të kene pasogja që kurre nuk i imagjinoj me, vazhdoi Rafaeli, duke u gjungjezuar para saj, një kuti e vogël prej kadifejgje u shfaq në duart e tij. Nena ime me kërkoi para se të ikti, që une kurre të mos i harroja fukine e një miresje të vogël. Të fati, në një mënyrë që asnjëri prej nesh nuk mund të parashikonte, me solidariteti, mbesa e gruas që shpëtoi familjen time dekada më parë. Ai hapi kutine, duke zbuluar një unaze të thjeshtë, elegante, pa egzagjerime luksi, saktësisht në mënyrën që përshtatej me esencën diskrete që. Gjithmonë kishte përkaktuar Rafaelin, edhe me spasurise që zoteronte. Larisa Tavares a dëshironte i martohesh me mua. Dua të ndërtoj krahtegje, të ngjeshtin logj buxharit e heshtur që gjithçka gjo të mbuli të kunipa e imagjinuar kur e shtrirgjen që do të kishte. Dua që historia gjoni të vazhdogje këtë cikel mirësi generate pas generate. Larisa me lotet që rritnin lirëshem në fityre. Nuk mundi ta përmbante buzëkeshjen që u përhapnu të gjithë shprehjen e saj. Pëndu përgjik shajjo me zërin e mbitur nga emocioni me intensiv që kishte ngjere ndonjë herë. Po Rafael unë dua me gjithë zemrën time. Ai i vendosi unazen në gisht, dhe të di u përkafuan në mesti salonit, të ndriçuar nga kirinjtë, të rrituar nga muret kese shpejti du të prisnin kliente, të i uritur për të provuar gjatat e përgatitura me të ngjeshtin dashurike zonja Regina kishte mësuar dekada me pare në një kuzine modeste në permet. Rrethime në fund, mbylaj plotësisht, një gest miresje i marrë në të kaluaren, ishën nderuar përmes kohës të fatit në një lidhje të redashurje të ndertuar në të tashmen, gati për të përhapur, si një flake e vogël bujare, në të gjitha generatat që ende do të vinin. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Larisës dhe Rafaelit të kete prekur zemrat tua gjapo aksa, në prekun e duke e treguar. Per te vazhduar kete rrugetim emocionesh, kemi përgatitur një liste të vesante me historitë e gjera, po ake emocionuese, të cilat i gjeni këtu, ne anen e majte të ekranit. Nese kjo histori gjuka next gjere një buzekeshe apo një lot, mos harroni të regjistroheni në kanalin tonë dhe të lini pelkimin në video. Qërori të shgjellim histori të regja që eksplorojne, kompleksitetin të bukurine e jetës, të gjesteve të vogla që ndryshojnë fatit e tëra. Mos humbisni kapitujt e ardhshem që du të vajgjne, të na tregonin e komente se cila ishte pgjesa e historise se Larisës dhe Rafaelit që gjuberi të emocionoheni me shume. Ju presime që, fundi i historisë.